Наверное, и лифт тогда сюда. Grupën diplomatike të cilët na kanë respektuar si institucionet qeveritare, Ministrinë e Kulturës së Rinisë të Sportit, po në radhë parë desha të përshëndes zotin Agron Gjyseni, që ka një hap më përpara në bashkëpunimin mjaft të frutshëm midis dy federatave më të shquara në Shqipëri, që janë Federata e boksit, sot po flasim, dhe Federata e Peshkmitjes. Unë kam kënaqësi që në Federatën e Peshkmitjes ka të tjerë njerëz, të tjerë intelektual, që punojnë edhe për sportet e tjera dhe për sporte mjaft me kualitet. Pra, gjej rastin që fjalën t'ja zotit Agron Gjyseni në një orar dhe mendova që të respektoj figurën mjaft e njohur të zëmjat një. Qëtarin e ambasadës ruse zoti Vasili Yna, së bashku me bashkëshortën e tij dhe përkthysin më të mirë njohur të Rusisë zotin Sokrat Gjerazi, përfaqësuesin e Ministrisë së Sportit dhe zotin Korab Lazanu dhe shumë të institucioneve të tjera që na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Desha të theksoj që ky libër nuk është thjesht një libër për boksin, por është një libër që përveç asaj forcës ide emocionale që ka, ajo është e vlefshme dhe për çdo lloj sportisti tjetër, dhe është thjesht si një urgjese që midis sporteve të tjera dhe vendeve të tjera. Ju shihni konkretisht këtu, siç e thash pak më parë dhe përfaqësuesit e ambasadës ruse. Kam kënaqësinë dhe përfitoj nga rasti për të falendëruar në mënyrë të veçantë zotin Muhamet Male, presidenti i televizorit sportiv TV Sport, dhe për atë kontributin financiar që i më dha, mbasi kisha 2 vjet që kisha mbaruar këtë libër dhe askush nuk afronte një mundësi për botimin e tij, dhe në veçanti presidentin e Federatës Shqiptare të Peshkmitjes, zotin Esad Ademi. Shumë signifikativ, edhe pse ka pas një karrierë të gjatë, plot rezultate në sportin e Peshkmitjes, gjatë viteve të fundit që ka punu me të dy federatët, me atë të boksit dhe të Peshkmitjes, shton në biblioteken sportive një libër që do të thoja është me mjaft vlera. Vetë titulli, si të bëhesh kampion, është mjaft domethënës për sportin shqiptar. Është mjaft domethënës jo vetëm për sportin e boksit, por për të gjitha punët. Me emër të drejtorisë sportit qëmësi, e punës së bërë nga autori dhe dashamirësit e sportit, siç është drejtuesi apo presidenti i Telesportit dhe zoti Esad Ademi, presidenti i Federatës së Shqipërisë. Një gërshetimi do të pasurohet biblioteka sportive shqiptare të paraprit në të gjithë klasët intelektuale së buras nderuar të sportit shqiptar. Duke filluar nga babai i sportit, zoti Edi Kastrati dhe të gjithë tjerë të bashkë sa më Zoti Agron arriti të shtoj diçka më tepër të sportit shqiptar, njerëz të pak nëse puna Agronit po thjesht dhe me zemër të madhe të arrijë një premisë të tillë. Kemi nevojë për njerëz të mirë që të arrijnë diku, si në sport, si në çdo hapa të tjerë të jetës. Urime. Zhat. Mos u habitni që është ba,
В Москве сегодня 21 градус. Не так жарко, как здесь. От имени посла Российской Федерации Владимира Николаевича Токина и всего коллектива Российского посольства в Албании я хочу... Emërit ambasadorit Rusisë në Shqipëri, zotin Tokin dhe gjithë personelit ambasadës. Я хочу передать наш самый искренний вам привет и наилучшие пожелания. Duhet ju transmetoj përshëndetjet dhe urimet më të mira. Мы хорошо знаем о великолепных достижениях албанских боксеров. Ne njohim mirë arritjet e mrekullueshme madhështore të bokserëve shqiptar. Но мы также знаем, что эти выдающиеся боксеры проживают за пределами Албании. Por dim që këta bokserë sportistë të tjerë jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Поэтому я считаю, что перевод книги российского специалиста Астянова Валентина Наумовича и украинского известного специалиста Игоря Ивановича Гайдамаки, который сделал «Агрон», поможет еще больше развить этот замечательный вид спорта бокс внутри Албании. Mendoj që përkthimi nga zoti Hyseni I librit të dy specialiste të mëdhenj të boksit, Rusit edhe Ukrainës, do të ndihmojë në zhvillimin e mëtejshëm të këtij sportit mrekullueshëm edhe brenda Shqipërisë. И я думаю, что совместно опыт албанской школы, российской школы и украинской боксерских школ позволит албанским спортсменам достичь успехов, новых успехов на международной арене. Mendoj që bashkëpunimi I ngushtë midis sportit të boksit të Shqipërisë, Rusisë dhe Ukrainës do të ndihmojë në arritjen e sukseseve të reja të sportistëve shqiptar në arenën botërore. И эти достижения спортсменов Албании будут пропагандировать не только саму Албанию, но и будущее Албании и албанского народа. Këto arritje do të ndihmojnë të propagandojnë saj. И огромное от имени российских болельщиков и боксеров, и от имени украинских, так как я сам украинец, я благодарю вас за эту книгу, за перевод этой книги, и желаю вам всего самого-самого и вашей семье наилучшего, и новых периодов. Në emër të gjithë dashamirësve dhe bokserëve rusë dhe Ukrainës, me që vetë jam Ukrainës, të ju falenderoj për këtë vepër vërtet njëtose që I keni dhënë bibliotekës sportive shqiptare. Faleminderit. Në dy lavë këshon se mos të zgjasim shumë me mirësinë të punojmë bashkë në Federatën e Boksit. Pra, Agroni që në fillimet e para, kur në lidër kur ka bërë dhe përcime për regulorët për gjithë në ka, dhe nësë punit neve dhe ne si pjesëtar të Federatës. Kishte në fjore lekë. Nuk ishin gjendje ta bëjmë deri sot. Është një libër I cili nuk vlen vetëm për boksin. Unë e pash librin. Është një libër që vlen për gjithë sportit, për përgatitjen e tyre, për teknikën e tyre, për burninë e tyre, se aty ka edhe atë që thotë si të për programet e tyre, tu ka diçka të mrekullueshme dhe nuk do zgjatem Agronin e falenderoj unë dhe ju e gjithë do ta falenderoni për këtë punë. Ka bërë një kryevepër për të bërë një libër. Hajde, Romi! Очень приятно. Добрый день. Мир, шумки. Uroj sukses Ukrainës.
Agroni Gjyseni, mjeshtri I madh I peshkëritjes shqiptare, I ka shtuar bibliotekës sportive një botim të ri, një përkthim I tij, tepër madhor do ta quaja, një ndihmë e madhe për gjithë sportistët shqiptar, si do ta vlerësonit ju këtë? Pikë së pari unë gjej rastin për të falendëruar në radhë të parë televizionin më prestigjos sportiv, Telesport, I cili është I pranishëm në çdo aktivitet sportiv, duke pasqyruar me realitet dhe kompetencë të gjitha aktivitetet sportive dhe konkretisht edhe sot në promovimin e këtij libri, I cili është një mjet ndihmues për gjithë specialistët e boksit, boksierët dhe trajnerët, duke cituar në ligjërat të drejtë fjalët e trajnerit bullgar Petr Stojanov, I cili e ka vlerësuar si një nga librat më profesionist të boksit në botë. Dhe gjithë këto falënderime do të ishin pavlefshëm nëse nuk do ishte televizori sportiv Telesport me presidentin e tij Muhamet Malaj, mbasi libri kishte 2 vjet që kishte përfunduar dhe për arsye fonde nuk botohesh. Përfitoj edhe herë nga rasti për të falendëruar zotin Muhamet Malaj, si presidenti televizorit Telesport dhe zotin Esat Ademi për sponsorizimin e tij në lidhje me banketin dhe faleminderit dhe juve. Ju faleminderit, ju urojmë suksese. Faleminderit. Ju lutem, lejoni të bëj një përshëndetje? Desha të përshëndes gjyshen time të dashur, e cila të gjithkohën e saj të lirë I kushtohet edukimit tonë dhe arsimit tonë dhe për këtë eveniment që u organizua sot jam shumë e lumtur që marr pjesë dhe tepër krenar që kam një baba të tillë si Agron Skëndera Gjyseni, I cili është I shkëlqyer jo vetëm në karrierën e tij sportive, por dhe në karrierën intelektuale dhe familjare. Faleminderit. Ashtu si motra ime, unë përshëndes gjyshen time që kujdeset për mua dhe arsimin tim. Unë jam shumë krenare për babain tim, Agrona Gjyseni, që organizoi këtë koktej. Faleminderit. Përvejën shuj këtë fletet. Drenica lin veç trima juve vet ju homi mëma. O, zemja shaj.